Raiffeisen Bank duket se po e kthen në një telenovela të zgjatur një përplasje ligjore me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Tiranë, lidhur me një ndërtim pa leje në një nga zonat më të rëndësishme të kryeqytetit. Banka ka refuzuar të paguajë një gjobë për rreth 6.000 euro dhe të prishë një strukturë të ndërtuar pa leje në qendër të Tiranës, ndërkohë që nuk ka arritur të paraqesë asnjë dokumentacion që të provojë lishmërinë e saj. Çështja ka nisur në tetor të 2025-s kur IMT-ja ka marrë një denoncim nga banorët e një pallati pranë qendrës së Tiranës, aty ku ndodhet edhe selia qendrore e Raiffeisen Bank. Sipas tyre, banka kishte zaptuar një pjesë të konsiderueshme të hapësirës së përbashkët të pallatit, duke ndërtuar një strukturë ku ishin vendosur pajisje teknike si gjenerator, depozita uji dhe elementë të tjerë funksional. Pas verifikimeve në terren, inspektorët ndërtimor kanë arritur në përfundimin se banka kishte bllokuar në mënyrë të palishme këtë hapësirë. Në vijim më datë 29 nëntor 2025, ata hartuan proces verbal i përkatës, ku është vendosur prishja e ndërtimit dhe gjobitja e bankës me 593.000 lekë të reja ose rreth 6.000 euro. Raiffeisen Bank ka kundërshtuar këtë vendim duke i drejtuar gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë me një padi të regjistruar më 7 nëntor 2025, ndërkohë që padia priste shqyrtimin në gjykatë në shkurt të vitit 2026, IMT-ja ka kërkuar nga gjykata administrative lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Sipas legjislacionit në fuqi, një gjobë administrative duhet paguhet edhe në rast se subjekti i gjobitur e ka ankimuar atë. Bazuar në këtë parashikim ligjor, gjykata ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit me vendim të datës 5 shkurt 2026, duke detyruar bankën që të paguante gjobën. Megjithatë, sipas të dhënave zyrtare të siguruara nga Bold News, deri në fund marsi 2026, një nga bankat kryesore në vend fillonte betejën ligjore për të shmangur prishjen e ndërtimit pa leje, për të cilin ende nuk kishte paraqitur asnjë dokumentacion të rregullt. Këto zhvillime pasqyruan dhe në vendimin e gjykatës administrative të Tiranës të datës 24 mars 2026, ku është shprezuar padia e Raiffeisen Bank dhe është lënë në fuqi vendimi i IMT-s, si për prishjen e ndërtimit pa leje, ashtu dhe për gjobën prej rreth 6.000 euro. Gjatë procesit gjyqësor, banka ka pretenduar se struktura e konsideruar pa leje kishte ekzistuar prej shumë vitesh, madje që përpara se Raiffeisen të blinte bankën e kursimeve në 2004. Përfaqësuesi ligjor të bankës kanë deklaruar se për shkak të kalimit të një periudhe mbi 24 vjeçare, pavarësisht kërkimeve në arkivat e trashëguara, nuk ishte bërë e mundur gjetja e dokumentacionit të plot tekniko-ligjor që do të vërtetonte të drejtën e përdorimit të kësaj hapësire. Sipas tyre, një dokumentacion i tillë kishte ekzistuar në momentin e ndërtimit, por kishte humbur ose nuk ishte administruar siç duhet gjatë transformimeve institucionale. Banka gjithashtu ka kundërshtuar vendimin e IMT-s duke cilësuar të pabazuar në ligj dhe në prova. Ajo ka argumentuar se inspektorati nuk kishte kryer verifikime të plota mbi historikun e objektit, nuk kishte identifikuar subjektin që e kishte ndërtuar vetë në 2001-2002 dhe nuk kishte marrë në konsiderat faktin se ndërtimi nuk ishte realizuar nga Raiffeisen, por ishte gjetur në gjendjen ekzistuese. Në mbrojtje të saj, banka ka theksuar dhe rëndësinë e pajisjeve të vendosura në këtë strukturë. Sipas përfaqësuesve të saj, në këtë hapësirë janë instaluar pajisje teknike të domosdoshme për funksionimin e infrastrukturës bankare. Sipas përfaqësuesve të saj, në këtë hapësirë janë instaluar pajisje teknike të domosdoshme për funksionimin e infrastrukturës bankare, përfshirë gjeneratorë rezervë dhe sisteme VATS, të cilat sigurojnë funksionin e pandërprerë të qendrës së të dhënave dhe ambienteve kryesore. Ata kanë shtuar se këto pajisje konsiderojnë infrastrukturë kritike për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave bankare, ndërsa sistemet e kondicionimit dhe ventilimit garantojnë kushte teknike të nevojshme për funksionimin e sistemeve informatike. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e IMT-s kanë qëndruar në pozicion se ndërtimi është qartësisht pa leje. Sipas tyre, banka nuk kishte paraqitur brenda fateve ligjore asnjë dokumentacion tekniko-ligjor që do të justifikonte ndërhyrjen e konstatuar. Në akt, konstatimi IMT-ja ka argumentuar se bëi fjalë për ndërhyrje ndërtimore që krijoni një sipërfaqe dhe volum të ri të shfrytzueshëm, dhe për këtë arsye kërkoi detyrimisht pajisja me leje ndërtimi. Gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë, pasi ka dëgjuar të dyja palët dhe ka shqyrtuar provat, vendosi të rrëzoi padinë e Raiffeisen Bank. Vendimin e saj të datës 24 mars 2026, gjykata konstaton se gjatë inspektimit të kryer 20 tetor 2025 është evidentuar një ndërtim pa leje, një shtesë me sipërfaqe rreth 70 metra katror, rrethuar me beton me lartësi rreth 1.7 metra dhe mbuluar me konstruksion hekuri, pranë së cilës ndodhet edhe një gjenerator. Ekzistenca e këtij ndërtimi është dokumentuar përmes materiale fotografike të realizuara nga inspektorët e IMT-s gjatë kontrollit. Gjykata ka theksuar se banka nuk e ka kundërshtuar ekzistencën e objektit, por vetëm ka pretenduar se ai është një strukturë e vjetër, e ndërtuar para 2004-s. Megjithatë, këto pretendime nuk janë
mbështetur me asnjë dokument provues që të vërtetoj kohën e ndërtimit apo subjektin që e ka realizuar atë. Në përfundim, gjykata vlerëson se ndërhyrja ndërtimore është kryer në një hapësirë të përbashkët të pallatit, duke krijuar një volum të ri ndërtimor pas një leje apo miratim përkatës. Përjetoi nuk ndodhemi përpara një tejkalimi të kushteve të një leje ekzistuese, por përpara një ndërtimi vërtetësisht të paligjshëm, për kundërshtim të plot me regjimin ligjor të lejeve ndërtimore, duke u përmbyllur kështu vendimi i gjykatës.